Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e hënë 24 mars 2025. Dashi. Në këto ditë ka shumë për të bërë, shumë për të diskutuar. Në dashuri mund të ketë edhe 2 takime të rëndësishme ose 2 interesa, mos u dekurajoni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Demi. Sot po vinë shërim të shkëlqyeshëm dhe përgjigje të mira, një ditë e dobishme edhe për ndjenjat, tregimet më të vlefshme dhe intriguese të kohëve të fundit. Mos humb një mundësi që duhet të shfrytëzohet gjatë këto ditë. Binjakët. Rikuperimi i aftësisë fizike. Në familje gjeni një mënyrë për të zgjidhur një çështje të papritur, e cila u ngrit për shkak të shqetësimeve që vijnë nga jashtë. Gaforja. Ju nuk keni pse të ndaloni, nëse mendoni se ja vleni se është koha e duhur për të bërë një projekt. Nëse një njeri duhet ju jap përgjigje ose nëse jeni duke kërkuar konfirmim në dashuri, kjo është periudha e duhur për të pohuar veten. Sukses. Luani. Mëngjesi funksionon më mirë dhe dikush po përpiqet gjithashtu të shërohet ekonomikisht. Ju favorizoheni nëse dëshironi të udhëtoni dhe mund të rifilloni një situatë profesionale ose personale. Virgjeresha. Ditë e rëndësishme edhe në dashuri mund ta kapërceni hutimin. Gjithmonë ka diçka që ju ndihmon. Peshorja. Veproni tani, mund të arrini rezultate të rëndësishme nëse nuk i lejoni vetes të keni frikë se mos bëni gabime. Mos u jepni hapësirë mendimeve negative, do të ishte mënyra e vetme për të zhvlerësuar veprimin e dobishëm të ditës. Akrepi. Mund të theksohet dëshira për të debatuar, por edhe tendenca për të përjetuar ndjenja me shumë xhelozi. Shumë tensione të pjekura në punë, ndryshimet peshojnë. Shigjetari. Shqetësimi më i madh tani është se disa situata pune nuk shkojnë përpara, diçka ju shqetëson shpirtin. Ju duhet të jeni në gjendje të importoni qetësi. Britqapi. Mos u ktheni te bisedimet e vjetra me të cilat jeni përballur tashmë në të kaluarën. Forca, analiza dhe sinteza janë rikthyer, por këto ditë ju me të vërtet nuk dëshironi të argëtoheni. Ujori. Dita e balerinës do të ketë një nyj për të zgjidhur brenda muajit tjetër, kur nga pikpamja profesionale vjen koha për të vendosur ose vazhduar një punë. Peshqit. Nga sot dhe nesër do të merrni disa lajme të mira. Për disa çifte më të motivuar është një periudhë pjellore, një mundësi. Në rast nevoje do të keni mundësi të gjeni një marrëveshje fatlume me vajza e djem, motra dhe vëllezër. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.